Mirëmbrëma, data 5 gusht 2026. Doja të bëja këtë video direkt në Facebook, pastaj do e ngarkoj në YouTube. Tema shumë e rëndësishme, ajo temë që na mundon gjithmonë. Pse shqiptarët ndahen në tradhtar dhe heronj? Domethënë kjo është një plagë shumë e madhe që na ka shoqëruar që në krijimin e shtetit shqiptar. Madje që nga viti 1878 që në Kongresin e Berlinit, gjithmonë me fjalë shqiptarët kanë patur një konflikt të ashpër brenda vetes tyre. Jo konflikti midis të varfërve dhe të pasurve, që është normal, por konflikti midis heronjve dhe tradhtarëve. Imagjinoni atë situatë në momentin kur Perandoria Otomane po binte, që e quanin e smur e Bosforit këto vendet europiane, se në çfarë kushte të vështira janë ndodhur shqiptarët, por veçanërisht shqiptarët, natyrisht shqiptarët musliman, por edhe shqiptarët ortodoks, por edhe katolikët natyrisht. Sepse po binte Perandoria Otomane. Aty filloi pastaj përcaktimi, si thosh, për herë të parë, u etiketuan njerëzit në tradhtar apo heronj. Filloi kjo ndarje, kjo lufta e gjatë e klasave, e cila vazhdon dhe sot është shumë e egër. Është më egër sot, është më keq se në kohën e Enver Hoxhës. Mendoni ç'po bëhet sot. Më telefonojnë mua sot njerëz kanë frikë të thonë jam musliman njerëzit. Kanë frikë të thonë jam musliman, duket sikur kush e di çfarë je. Sepse është një sulm shumë i poshtër, shumë i ashpër ndaj muslimanëve në këto momente. Tani, unë dua të bëj një apo dy pyetje për mitin që këta na kanë vënë në mes, në Lindasit, në atë kohë, që është Skënderbeu gjithmonë. Do të bëj një pyetje shumë të thjeshtë për Skënderbeu. Edhe duhet pastaj historianët të diskutojnë mbi këtë pyetje që unë do të bëj. Sepse ky një ndër emrat që na vendosen me fjalë që është vendosur si mit Skënderbeu, është pikërisht ky me fjalë që rreth të cilit, ku thuhet që rreth të cilit duhet bashkohen, por kur kjo figurë krijon edhe ndarjen e njerëzve, krijon kontradiktën, pra krijon këtë luftën e klasave moderne, për mitin e zgjedhur, miti që u zgjodh për krijimin e shtetit shqiptar. Tani nuk është problemi a është hero kombëtar apo s'është hero kombëtar, buonasera mi mbrëma Ardit. A duhet domethënë dikush thot kush diskuton për figurat nacionale apo simbolet e tjera duhet dënohet me burg, kujt çfarë dëgjon tani. Tani kur këta e vënë mitin e Skënderbeut si mit në qendër të historisë tonë, nuk është se na pyetën neve. Ta nuk është se bën ndonjë referendum për të kuptuar se kush ishte dakord dhe kush ishte dakord. E bën me kokën e tyre, pra u e bën i Lindasit, ja imponuan popullit dhe pastaj natyrisht përmjet librave, duke futur në shkolla, është normal dhe për 100 e ca vite njerëzit mësohen, pra që fëmijë dhe ju vinë në mënyrë të natyrshme Skënderbeu si hero kombëtar. Tani nuk është problemi se mund edhe mos e krijosh fare këtë diskutim. Edhe ndofta do ishte njerëzit mendojnë se do ishte më mirë mos e krijosh. Jo. Shpikërisht duhet diskutuar, sepse konsiderohet hero kombëtar, sepse zgjedhja e mitit përcakton pastaj edhe se si do jenë marrëdhëniet tona midis nesh në raport me shtetin, sepse shteti bazohet mbi simbolet, mbi mitet kombëtare që ndërton. Tani, pyetja që bëhem për Skënderbeu është shumë e thjeshtë. Në vitin 1443, Skënderbeu, në qoftë se i besojmë që datëlindja është 1405, i bie të ketë qenë 38 vjet. Pra në 1443, Skënderbeu ka qenë 38 vjeç.
Na thuhet që është marrë peng 6 vjeç, po e besojmë. 6 vjeç. 6 vjeç ka qenë në vitin 1411. Pra 6 vjet. 6 vjeç ishte kur mor peng, 38 vjet. 38 minutë jashtë janë 32 vite që Skënderbeu rrinte në Stamboll. Pra ati ku u edukua, ku u rrit, ku u mësua, ku u shkollua, ku bëri karrierën dhe ku bë general i Zoti për të bërë betejën për perandorinë otomane. Pra jemi në 1443, thënë është 38 vjeç. Përpara kësaj datë, përpara këtij viti, Skënderbeu kishte bërë edhe beteja të tjera, natyrisht. Me ushtrinë otomane të Jeniçerëve, turq apo otoman. Disa i kishte fituar, po them ose i kishin fituar gjitha, nuk e dim tani, por domethënë ishte një general i Zotit, një luftëtar i Zotit. Pyetja e parë që unë bëj, meqense Skënderbeu ta na thonë që kishte gjithmonë në kokë dashurinë për dhehun, ai kishte në kokë ose ja ndriti ai magoja, ai ezorcisti, që ishte ai ezoteristi, që ishte aty me fjalë ai plaku me ka që tregojnë te filmi, i cili tha që ti ke harruar tokën tënde etj. Kjo dashuria e këtija për tokën, po të themi, për vendin, për dhehun në atë kohë, e mundon të në kokën e tija. A ka patur kjo mundësi që me qenë se ishte kaq e mundon të kaq shumë kjo gjë në kokën e vet, që ky të largohej, të dezertonte nga ushtria otomane përpara 3 nëndorit 1443-shit. Pra ky e ka filluar karrierën ushtarake shumë shpejt, pra 38 vjeç ka patur shumë vite përpara, ka bërë beteja. Dhe mendoj që ka patur mundësi që të dezertonte, të shkonte në Krujë. Pra, ju përgjigja unë i farë në Republikës. Pra, a ka patur mundësi dezertimi përpara? Pse pikërisht ai dezertoi, kaloi nga ushtria otomane, kaloi me Juniadin në betejën e Nishit në nëndor të 1443-shit? Pse i bëri këtë pikërisht atëherë? Kjo është pyetja kryesore kjo. Kush i tha, pse i erdhi në kokë kjo Skënderbeut aty? Që unë tani po e lë perandorinë otomane dhe po kaloj me ungarezët. Ungarezët ishe Juniadi, po ishin austriakët, ishin Roma, ishin polakët, ishin Napoli, ishe gjithë perëndimi, pra ajo ishe një kryzat. Ishe një betejë pra e kryzatës, një kryzatë mirë organizuar, që të rimerte Ballkanin. Pra jemi, e përsërisë herë datën, në nëndor të 1443, Skënderbeu niset për Krujë, pra le braktis perandorinë otomane, tradhton, dezerton, quani si doni, si këto foljet pak rëndësi kanë, dhe shkon në Krujë. Pyetja për historian, cili ishte motivi, çfarë shtyu këtë që tikte në Krujë? Pse kjo zgjedhje pikërisht atëherë dhe nuk e bëri më përpara në një betejë tjetër? Nuk shkonte në një betejë tjetër. Pse, çfarë shtyu? Kush ishte motivi? Unë përgjigjen e kam, po duhet dhe historian të diskutojnë. Motivi i vetëm që shtyu Skënderbeun, i vetmi motiv, ishte sepse u tregua mendje lehtë, sepse pa raportin e forcave në atë betejë, që ishte në favor të perëndimit, pra në favor të austriakëve, të Romës, të Polinisë, të Napolit, Venecias, gjitha forcat që ishin të kryzatës, Skënderbeu e nuhati që raporti ushtarak në atë betejë, i forcave ushtarake, ishte në favor të perëndimit, dhe që ishte sigurt që otoman do e humnin, do humbisin betejën. Pra, Skënderbeu nuhati që turqit do humbasin.
Ai avancoi më tutje, ai nuhati që turqit do humbasin përgjithmonë Ballkanin. Domethënë kjo është shtyu Skënderbeu. Momentin që ai pa që turqit po e humbasin betejën, ndofta dhe i ndihmoi, kaloi me Juniadin, historia tregohet në mënyrë më të ndryshme. Po dhe sikur luftonte ai kundër Juniadit, përsëri do e humbisnin otomanët atë betejë. Pra ai kuptoi që kjo betejë është e humbur dhe kishte dy zgjedhje. Ose të kthehej në Stamboll, ku e kishin humbur Ballkanin, por meqense Ballkani sipas atij u çlirua për kryqëzatave, ai bëri zgjedhjen tjetër, tha shkoj në Kruj. Shkoj në Kruj sepse kishte pronat e tij, kishte dinastinë e tij. Pra kjo është ajo që e shtyp, po kjo është shumë e rëndësishme. Pse ai, se në filmet e tij thotë dashuria për atë dheun e kujtun e tjetër, jo, përse ai zgjodhi këtë pikërisht në betejën e Nishit, sepse mendoi që Perandria Otomane ra në Ballkan. E humbi përsëri Ballkanin. Domethënë mori Ballkanin, po e humbi, e morën përsëri kryqëtarët e Perëndimit. Pra ai nuk e llogariti që lufta do vazhdonte akoma dhe vazhdoi edhe një vit më tepër, ku Perandria Otomane përfundimisht fitoi mbi Perëndimin. Dhe Ballkani mbeti përsëri Perandrisë Otomane, dhe pastaj u hapën shekuj të tërë, u hapën 2 3 shekuj, të paktën 2 shekuj të ulëzimit të Perandrisë Otomane. Kjo është pyetja më e rëndësishme që duhet bërë, sepse nga kjo kuptojmë pas është kot të merremi me sa betejë ka bërë Skënderbeu, ka bërë 5 apo ka bërë 10 apo ka bërë 100, s'ndryshon asgjë. Problemi është sepse jemi në 1450, po themi 1443. Mendoni në atë kohë Londra apo Anglia ishte 90% fshat. Domethënë Londra, Anglia që ishte më e zhvilluar në botë, në atë kohë ka qenë 90% fshat, 85-90, dhe 10 deri 15% kanë qenë qytete. Pra s'kanë ekzistuar qytetet, kanë ekzistuar shumë pak. Pra kanë qenë në fshat njerëzit, kanë jetuar në fshat në atë kohë, nuk kanë jetuar në qytet. Domethënë nuk do ta shohim me konceptin e shtetit modern sot që themi kombi e kujtun e tjera, se në atë kohë nuk mund të flasësh për kombin, sepse njerëzit ishin lidhur me tokën. Nga studimet mendohet, thuhet që në atë kohë punonte, se ky është raporti, meqense ishin fshat, këto punonin 10 veta për të prodhuar domate, patate, për të ngrënë për të pirë, dhe për të ngrënë një njeri që se kultivonte ushimin, nuk e prodhonte vetë ushimin, qyteti nuk mbill domate. Pra raporti ishte i tillë. Edhe meqense njerëzit jetonin në fshat, ishin të ndarë detyrimisht në tribu, me përjashtim të Perandorisë Otomane. Gjithë pjesa tjetër jetonin në mënyrë tribale. Domethënë, pavarësisht mbretëri, po ishin mbretëri të vogla, apo mbase më të mëdha, pas e principat, apo ishin tribu, familje, fise, të cilat kishin fshatarët, aty në raportin 1 me 10 fshatarë për 1 be, që punonin 10, ky nuk punonte por hante prej atyre 10-ve, ta hanin dhe vetë në drysh dhe jepnin dhe beut, ishte kjo, dhe luftonin tribut me njëra tjetrën, për t'i vjedhur baktin, për t'i marrë ato bujqësinë, tokat, për t'i marrë fshatarët, t'i thonë, hajde punon tokën tonë. Me fjalë, në atë kohë, nuk kanë ekzistuar kombet si sot, që ka pat një shtet, një përgjegjësi e ku një parlament e qeverirat si sot, s'kanë ekzistuar. Atë kanë qenë grupime, pra familje, të cilat luftonin me njëra tjetër, kështu që dhe Skënderbeu ishte i lidhur me feudin e tij, pra me çiflikun e tij të kastriotëve, asgjë më tepër. Pra thjesht ai besoi që tashmë Perandria Otomane e humbi Ballkanin. Edhe u kthye këtej. Pastaj ato më mbrapa diskutojnë vetë
se si ai pasaj u përdor prej perëndimit, ishte normale, ishte ushtrak i Zotit dhe u pagua prej atyre për të luftuar pasaj gjithë jetën që ngeli kundër turqve, kundër otomanëve. Pra kjo e para. E dyta, kalojmë tek vitet 1900, 1912. U shpall Shqipëria, shteti pavarur nga Ismail Qemali në Vlorë, dhe filluan luftat ballkanike. Pikërisht atëherë filluan luftat ballkanike. Ato kishin filluar përpara se ishte krijuar, po aty pati një ringritje. Luftat ballkanike. Tani kemi shqiptarët aty, kemi serbët nga ana tjetër, kemi grekët poshtë, kemi bullgarët, kemi edhe perëndimin që është shik më larg, austriakët, italianët, anglezët, francezët, të cilët shohin nga larg. Dhe këtu tani tek Shqipëria, këtu në Shqipëri, ne do lozim, këtu është fusha e lojës tani. Dhe nuk e thoshin kot që Shqipëria ka qenë shesh luftash, e thoshte edhe Enver Hoxha në librat e tij. Nuk pas ka zë, thot, pas kanë folur kotë me her. Nuk ka zë. Okej, po e ndërpresat, kjo se s'ka zë.